Ndodhem sot pikërisht në vendin ku dje nga një aksident tragjik humbi jetën një fëmijë 7 vjeçar, i cili tek kalonte rrugën për të shkuar në shkollë, tragjikisht jeta e tij u ndërprej në mes. Më lejoni së pari t'i shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta familjes për këtë humbje të madhe. Kjo ngjarje ka të ndrytur mbar opinionin publik. Në këtë vend që ju shikoni, kanë humbur jetën 10 banor të kësaj zone për shkak sepse siguria në rrugë është jashtëzakonisht skandaloze. Zoti Karakaçi, ministrisë që ju drejtoni, këto banor janë drejtuar disa herë me shkresë me kërkesën për një mbikalim, por asnjë nuk e ka vënë ujë në zjarr për vite e vite të tëra. Nuk e di, a ndjeheni ndo pak fajtor për këtë jetë të ndërprerë në mes? Dhe nuk dihet se sa jetë të tjera mund të merren pikërisht në këtë zonë, ku siguria lë për dëshiruar.